Ndalim këto momente në të tjera zhvillime dhe do të fokusohemi duke bërë një përmbledhje në fakt të listave të kandidatëve për deputet Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, duke ndalur tek socialistët. Mbrëm të dyja forcat politike kryesore në fakt minutët e fundit kanë zgjedhur për të bërë listat edhe për të dërguar në KQZ. Një grup parlamentar të rinovuar, ashtu siç kishte premtuar Partia Socialiste, vjen me një listë kandidatësh të rinj, kryesisht në listën e mbyllur me senatorët që do të përballen në listën e hapur. Partia Socialiste publikoi emrat e 186 kandidatëve për 12 qarqet e vendit gjatë mbrëmjes së djeshme. Qarku i Tiranës që do të prodhojë 37 mandate më shumë në listën e mbyllur të jetë kryesocialisti Edi Rama dhe po ashtu do të jenë edhe dy drejtues të qarkut, Manastiliu Spiro Pali dhe më pas në listë mbyllur për qarkun e Tiranës Partisë Socialiste do të jenë Lindita Nikola, Tauland Balla, ministrat Pirdeni, Koçiu, Hasani dhe Ibrahima, Spikasin, Ilva Gjuzi, Iris Lorasi dhe Erion Malaj. Se përket listës së hapur, janë 37 emra në fakt, ku bie në sy edhe emrat e deputetëve aktual Partisë Socialiste në listë hapur në qarkun e Tiranës. Arben Plumbi, Blerina Gjylameti, Erion Braçe, Ermonela Felaj, Fatmir Xhafaj, Klotilda Bushka, Mimi Kodheli, Olta Xhaçka, Pandeli Majko apo edhe Toni Gogu. Në listën e hapur Tiranës, Partisë Socialiste do të jetë edhe ish numri 2 i Metës, pra i LSI-s apo i Partisë së Lirisë, Endrit Brahimllari. Drejtues të qarqeve në listë të mbyllur, ndërsa 34 deputet në total të Partisë Socialiste aktual do të garojnë prapor në listën e hapur, 24 nuk do të jenë as në listën e hapur dhe as në listën e mbyllur. Kryeministri Rama, kreu i kësaj force politike, ka cilësuar pra ekipin më të mirë këtë të Partisë Socialiste për 11 majin. Kalojmë pak tek situata në Partinë Demokratike, mes debatesh dhe hatërmbetjesh dorëheqjen nga kandidimi dhe akuza, Partia Demokratike zyrtarizoi mbrëmjen e 12 marsit 186 kandidatët po ashtu. Qarku i Tiranës është ai që merr vëmendje më të madhe. Në listë të mbyllur do të jetë vetë zoti Berisha apo edhe të besuarit e tij, Klliçi, Noka, Paloka, Vokshi dhe Topalli, por do të ketë edhe aleat Tedi Blushi dhe Risa Xhixho të Partisë Lirisë, Fatmir Mediu i PS me Sila Dodaj, Jorita Tabaku, Ilira Ali Mehmeti nuk do të jenë në listë të mbyllur që dolën nga më të votuarit në primare. Hysen Kadiu doli parë në primaret e Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, po ashtu pra nuk do të garoj fare. Ilir Meta Shpimidrizi në listë të hapur pra të Partisë Demokratike apo të koalicionit në qarkun e Tiranës. Gjithsesi kam komunikim drejt për drejt, kanë disa emra të shumtë, në fakt totali 186, kolegen Daniela Maloku. Daniela, mirëmëngjesit të përshëndes dhe do të kemë mundësi që të diskutojmë. Sparës të ndodhin në ambientet e jashtme të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Sot ka seancë parlamentare, ende nuk ka nisur, në fakt orari zyrtar është ora 10. Çfarë pritet diskutohet çështjet e rendit ditës, po besoj që çështja e listave dhe kandidatëve sërish edhe në Kuvend do të marrë vëmendje. Andi, të përshëndes, nuk ka qenë një panoramë e njëjtë si në seancat e shkuara plenare kjo e ditës së sotme, për vetë faktin se deputetët janë shfaqur disa të buzëqeshur e disa të tjerë të trishtuar nga listat e kandidatëve për deputet të dyja kave politike, që në fakt edhe për grupet aktuale parlamentare kanë sjell ndryshime dhe risi. Por megjithatë duket se më të mërziturit apo më hatërmbeturit janë demokratët, të cilët në listat e kandidatëve për deputet, sidomos në listat e sigurta, kanë parë që Sali Berisha ka përfshirë vetëm grupin e tij më të besuar të deputetëve, duke lënë jashtë një sër deputetësh të tjerë, dhe kjo ka shkaktuar pakënaqësi tek këta të fundit. Po themi që deputeti më i pakënaqur ka qenë Dashnor Sula, i cili ditën e djeshme vendosi që të mos bëhej pjesë e listës së kandidatëve në zonën e hapur të Partisë Demokratike, por me irritimin se ai nuk është vlerësuar siç duhet nga lideri i Partisë Demokratike zoti Berisha, ka vendosur që të kandidojë për një koalicion tjetër opozitar, për atë të drejtuar nga Adriatik Lapaj dhe Endri Shabani. Nisma Shqipëria bëhet duke
po themi akuzuar dhe duke artikuluar edhe ditën e sotme nga obori i parlamentit akuza të rënda në drejtim të leadershipit demokrat. Në fakt, zoti Sula u ndal në një sër çështjesh, por duke e konsideruar një listë e cila nuk është një listë e mirë, listën e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, pasi sipas tij dy prej figurave kryesore të Partisë Demokratike, Flamur Noka dhe Albana Vokshi, janë figura të papëlqyera për demokratët dhe figura të urryera për qytetarët, është shprehur zoti Sula me tone të ashpra. Në fakt, pas vendimit të njëanshëm ka konsideruar ai të leadershipit blu për të mos e patur në listën e mbyllur për qarkun e Elbasanit dhe duke theksuar si njëjtë si në këtë qark, në disa qarqe të vendit janë lënë pa përfaqësuar, po themi zona të ndryshme ku demokratët mund të grumbullonin vota. Ne e kemi raportuar për gjatë këtyre ditëve që sigurisht që lista e Tiranës është një listë e cila është e bombarduar me figurat besnike të ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili me gjas po punon më shumë se sa për një fitore për të patur në krah të tij besnik, të cilët mbase pas humbjes së 11 majit nuk do t'i kërkojnë dorëheqjen ashtu sikurse imponohet nga statuti. Megjithatë, për të ndalur tek diskutimet e ditës së sotme në parlament, ato pritet që të vijojnë për listat e kandidatëve për deputet, pra pritet që të ketë debate edhe brenda seancës plenare, teksa në fakt në rend të ditës janë një sër çështjesh të rëndësishme që duhet kalojnë qoftë marrëveshje, por është parashikuar edhe paketa e maleve. Danila, seansa ende nuk ka nisur, ju thatë që në një farë mënyrë pak më shumë të zhgënjur apo të mërzitur kanë qenë ata të Partisë Demokratike, deputetët aktual të Partisë Demokratike, se sa të Partisë Socialiste, por edhe nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, një pjesë e mirë e tyre, diku janë 34, nuk garojnë fare as në listë hapur as në listë mbyllur. Por përpara kësaj, lutem ndihni pak së bashku çfarë ka thënë Dashnor Sula, ju e keni intervistuar edhe pak më parë në momentet pra kur ka shkuar në kuvent për të bërë pjesë e seancës. Ai ka folur eksaktësisht pra për hartimin e listave. Ndjekim dhe rikthehemi së bashku, Daniela. Si ishte kjo lëvizje nga Partia Demokratike drejt Shqipëria BE? Tani, unë radhë parë do doja falenderoj të gjithë demokratët e Peqinit, të Belqit, Sarrikut, të Gramshit, të Elbasanit, Librajit të Prensit, të cilët për gjatë 20 viteve kemi punuar bashkë për një ëndër. Dhe ëndër është që Partia Demokratike do duhej që të triumfonte nga zgjedhjet e vitit 2017, zgjedhjet e vitit 2021, gjë e cila nuk ka realizuar për shkak të problematikave mjaft të mëdha që ka patur Partia Demokratike brenda saj dhe kryetarit të Partisë Demokratike të asaj kohe, zoti Basha. Dhe fatkeqësisht konstatoj që këto probleme mendonim që do duhej që të mbylleshin këto plagë të cilët u hapën mbas vendimit të 9 shtatorit të vitit 2021, kur zoti Basha në mënyrë të njëanshme, në mënyrë jo të drejtë, mori një vendim në largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Dhe shumë sinqerisht, unë bashkë me gjithë kolegët e mi, pavarësisht dilemave të momentit të parë, a problematikat të cilat e kishim me qëllimin e vetëm, e theksoj, qëllimin e vetëm dhe jam darë për çështje parimore në vendimin e 9 shtatorit, sepse mas 21 prillit të vitit 2021 ka kërkuar zoti Berisha dhe gjithë drejtuesët e tjerë të Partisë Demokratike që zoti Basha nuk do duhej të ishte më në krye të Partisë Demokratike. Gjë të cilët zoti Berisha bashkë me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, i famshmi Flamur Noka, e famshmja Albana Vokshi, të cilët fatkeqësisht sot Partia Demokratike ka rënë në dorë të këtyre dy figurave, të cilët janë figura, nuk mund të them termin të urryera për demokratët, po figura jo të pëlqyeshme nga shumica e demokratëve, por të urryera nga qytetarët shqiptarë. Dhe ato të cilët në atë kohë ishin persona që bënin mbrojtje më teshme të Lulzim Bashës në zgjedhjet e 12 korrikut kryetar të Partisë Demokratike, ato të cilët pjesë më mbrapa na qunin ne bashista, në një kohë që zoti Basha ishte ai që cilë ishte në listat privilegjuara, në një kohë që zonja Vokshi kur s'ka bën një garë në Partinë Demokratike, kur nuk është zgjedhur. Ta mbaroj, do të jap përgjigjen. Të mbaroj rezumen një herë dhe ta jap edhe përgjigjen. Ka folur
Nëse do njëri ti që ka folur, pikërisht se kam folur, jam këtu ku jam sot. Kam folur dhe ta shpjegojnë më poshtë. Pra, dhe gjithë problemeve, Partia Demokratike u pa që në vitin 2023 e përqar, e coptuar, nuk mund të triumfonte dhe të fitonte pushtetin. Dhe kjo nuk ka të bëj me mua personalisht për dashunën. Ka të bëj me parimet që duhet ketë një forcë demokratike si Partia Demokratike. Një forcë e cila Zoti Berisha nisi të gjithë aksionin e tij në atë kohë me foltorën e famshme, me moton çdo individ politik dhe vota do të jetë e para në Partinë Demokratike. Vota do të jetë e para në Partinë Demokratike. Por fatkeqësisht u shkel me të dyja kamët statuti, u shkel me të dyja kamët gjithçka dhe përfundimisht Partia Demokratike u zhbë statuti, u zhbë kushtetuta e Partisë Demokratike. Dhe unë nuk jam nga ato personat e cilët kam kërkuar ofiqe, por nga viti 2005 jam një ndër politikanët që kam sjell më shumë vota në Partinë Demokratike, kam qenë triumfues në Partinë Demokratike, i kam shërbyer me besnikëri Partisë Demokratike dhe mund t'i kujtoj shumë, duke filluar nga qëndrimi im i pa lëkundur në ndryshimet kushtetuese të 21 prillit 2008, jam bashkë me 3 kolegë të tjerë, të cilët votuam kundër ndryshimeve kushtetuese, ishte e turpshme që në kohë që ndodhi ngjarja e Gërdecit me 15 mars dhe pa u tharë flokët atyre viktimave, 21 prill u bë pakti, martesa Partia Demokratike, Partia Socialiste, kam folur që në atë kohë. Dhe ishe i vetmi deputet tani për ndryshimet e kodit zgjedhor, i cili votova kundra, sepse besoj që në demokraci vota është e para. Isha totalisht për vot për një sistem zgjedhor të hapur, për lista të hapura. Dhe unë sot, pavarësisht që nuk jam më tek Partia Demokratike dhe që u largova për shkak të një vendimi të njëanshëm dhe jam i vetmi person bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike të Kavajës, të cilët jemi përjashtuar nga të gjitha kriteret, të cilët na u kërkuan. Pra, dola i pari në qarkun e Elbasanit, as isha fare këtu, isha duke punuar në diaspor, por në një kohë që kryetarët e degëve, komisionerët, antarësia ishin gjithë të rithmelimit, të gjithë të foltorës dhe përsëri demokratët më votuan. Dhe kjo nuk u mor parasysh nga zoti Berisha, nuk u mor parasysh që më shumë problemi është i sekretarit përgjithshëm Flamur Noka dhe Albana Vokshit, të cilët vendosën kritere dhe një kriter mbasi mbaruan primaret, mbasi u mbyll dhe regjistrimi i diasporës, u kërkua një numër brenda 2 ditëve 300 bashkëdhëtar tonë të regjistruar. 610 për 2 ditë. Edhe 600, 1000, 2000 mund t'i bëja. Por unë tregova në gjithë diasporën që ngrejta një frym, punova dhe e kam bërë me shumë dëshirë. Tani po përdor termin të përdonohem. Mirë, Daniela, e gjova me vëmendje, zoti Sula në fakt ka pak edhe tipin të temperamentin ata që njojnë edhe nga pranë, po jashtë për ka qenë edhe me zotin Berisha, po me Flamur Nokën dhe Albana Vokshin. Por, para shumë, si është ndarë grupi aktuali Partisë Demokratike, listë hapur, listë mbyllur, apo ata që refuzuan edhe primaret, ata që ndoshta edhe ishin listë të hapur dhe refuzuar të garonin. Pra ka disa element ndoshta që mund të ndajmë, ju ma thoni më mirë. Ju e thatë shumë mirë, Andi, që zoti Sula është nga ata emra të cilët nuk rezervohet për të thënë kritikat e tij edhe me zë të lartë, por nga ana tjetër, një si zoti Sula ka edhe një sër figurash të tjera brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike të pakënaqur nga lista e kandidatëve për deputet që janë pjesë, po themi, e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Krahas atyre 6 emrave të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që kishin refuzuar që në kryet e herës, që të bëheshin pjesë e listës së kandidatëve për deputet, fillimisht duke u bërë pjesë e primareve, kishte edhe një sër emrash të tjerë që ditën e djeshme refuzuan të ishin pjesë e listës së hapur, siç është zoti Lefter Gështenja, Zheni Gjergji, por edhe emrat cilët u përfolën që mund të ishin pjesë e listës së hapur në qarkun e Fierit, si Oriela Nebiaj dhe Ilda Dhori. Për të ndalur tek grupi parlamentar i Partisë Demokratike që nuk do të jenë pjesë e asnjërës prej listave, as e listës së hapur, as e listës së mbyllur, shumica prej tyre për shkak se kanë refuzuar të jenë në listën e kandidatëve për deputet Sali Berishës, janë Helidon Bushati, Kasem Mamutaj, Eralda Bano, Emilia Kolishi,
Ferdinand Xhaferaj, të cilët nuk u futon as në prinmare, pra njoftuan vetë vendimin e tyre fillimisht, edhe Lefter Gështenja, Zheni Gjergj, Oriela Nebiaj, Ilda Dhori, Dashnor Sula dhe Sorina Koti kanë refuzuar të jenë prezent në listën e hapur të kandidatëve për deputet, pasi Sali Berisha nuk i ka ofruar një vend në listën e sigurt. Ndërkohë deputetët të cilët janë në listë të mbyllur, janë rreth 19 deputet të grupit parlamentar, kryesisht sikur se theksova edhe pak më herët besnikët e zotit Berisha, duke nisur shumë nga ky i fundit, pra Berisha, Flamur Noka, Edi Paloka, Albana Vokshi, Tomor Alizoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj, Agron Gjekmarkaj, Elda Hoti, Bujar Leskaj, Ina Zhupa, Xhelal Mziu, Tritan Sheu, Gazmend Barti, Luan Baçi, Sajmir Korreshi, Bledion Albati, Oerd Blukbashi dhe Flamur Hoxha janë ata të cilët Berisha u ka siguruar një vend në listë të sigurt, ndërsa deputetët në listë të hapur, ndonse ishte gruaja më e votuar në qarkun e Tiranës sa i takon primareve, Jorida Tabakut nuk ju besua një vend në listën e mbyllur, shumë emra të tjerë grash u vendosën në listën e mbyllur edhe nga Partia Aleate, por Jorida Tabaku jo, ajo do të jetë në listën e hapur duke luftuar për vota preferenciale bashkë me Dhurata Çupin, Andia Ullirin, Petri Dodën, Edmond Spaun, Andrea Manon, Ludovik Hasanin, Katrot Pirolin, Lindita Metaliaj, Krishnik Çollakun, Isuf Çelën, Aslan Dojgjanin, si dhe Shani Xhafon, ky i fundit në qarkun Elbasanit në listë të hapur. Po? Mirë, Daniela, faleminderit.